Kush nga ju e ka parë filmin e ri anglez që flet për Putin, The Wizard of the Kremlin? E keni parë? Ose më mirë, Il Mago del Kremlino. Unë e pash që të gjithin filmin dhe është vërtet shumë kurios, por do të them disa gjëra që shumë pak kuptohet aty, e kuptojnë vetëm ata që merren me politikë ose ata që janë në brendësi të këtyre argumentave. Dhe është mirë që ta diskutojmë. Do shta dikush nga ju e ka parë, dhe tani që do t'ju them këto ide, si mund të quhen konspirative, unë jam i bindur që do të lidhni disa gjëra që keni parë me filmin. Kush nuk e ka parë, atëre në moment që do ta shihni, do shikoni se ka të vërtetën ato që do t'ju them. Si gjithmonë, kush është rasisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjni like faqes dhe videos që të shihni sërish, dhe ju faleminderit që jemi për bashkë. Filmi doli vitin e kaluar dhe protagonist është Jude Law, që pa dyshim e njihni, një aktor anglez, dhe ai luan rolin e Putinit. Por në film nuk tregohet eksaktësisht figura e Putinit si protagonist, por në mënyrë indirekte. Pra nëpërmjet një tipi që ka qenë vërtet, që do t'ju them sepse në film trajtohet sikur është një romanc, por ai ka qenë një njeri normal, me fjalë një njeri i vërtet. Nuk jam mbaj mend emrin, ndaj doja t'ja u thoshe Vadim Baranov. Dhe shkova e kërkova. Vadim Baranov që gjendet në film ka qenë një njeri i vërtet, me fjalë një njeri, një shkencëtar që i dha shumë Rusisë. Në fakt ai ka qenë një nga krahët e djathtë të Putinit. Por me anë të këtij personazhi, në film futesh nëpër korridoret e Kremlinit për të kuptuar se si mundet të kontrollosh pushtetin, jo vetëm të Kremlinit, por pushtetin e gjithë një vendi, ose ndoshta dhe një pjesë të madhe të botës. Dhe këtë e bënte Vladimir Putin, por me shumë zgjuarsi. Por doja t'ju thoshja me këtë që ato që nuk fliten, nuk përmenden në film, është që se kush ka luajtur rol të rëndësishëm për të ardhur në pushtet dikush. Sepse duhet të dini, siç e kemi thënë herë tjetër, dhe ndaj do të thoshja që do ta trajtojmë si një teori konspirative, nëse bani mend, kemi folur për të gjitha ngjyrat politike që ndodhen në shumë vende të botës dhe edhe në trojet shqiptare, kudo, që me sa duket një pjesë e madhe për këtyre politikanëve nuk vinë nga hiçi, por janë fëmijët e dikujt që kanë qenë më përpara. Dhe kështu nëse ti shkon gjithmonë më mbrapa, do zbulosh që janë po ata. Më përpara kanë qenë për shembull komunista, pastaj më përpara akoma kanë qenë socialista, pastaj kanë qenë edhe njerë feudal, pastaj kanë qenë mbretër apo ku ta di unë. Pra nuk vinë nga askush ose nga askënd, ose të vinë nga hiçi, sepse janë formuar shoqëritë në atë mënyrë që ata të mbajnë njëri tjetrin. Pra, nëse do flasim për shembull për Putin, le të flasim që nga momenti i Gorbaçovit, sepse Gorbaçovi ishte ai që e ndryshoi mendimin për Rusinë, sepse Rusia ishte e fortë dhe ai donte që ta ingranonte Rusinë me botën. Në fakt, Gorbaçov në vitin 1991 e detyruan që ai ta linte Rusinë, sepse pastaj nga viti 1991 deri në 99 ishte Eltsing. Dhe Eltsing çfarë bëri? Përpara se të ikte, sepse tashmë Eltsing ishte i vjetër, përgatiti një komandant, një shef, një general të shërbimeve sekrete, që ishte Putin. Dhe kush më mirë se ai, që ishte një njeri që nuk fliste shumë, ishte shumë i qetë, shumë i racional dhe shumë i pjekur. Nëse do merrte një vendim, ai mendoje gjatë dhe fliste me të gjithë. Nuk e bënte asnjëherë vetëm. Asnjë zgjidhje nuk bënte vetëm. Gjë që të tjerët e bënin krejt ndryshe. Pra Putin ishte njeriu i dur, njeriu perfekt që mund të bënte. Në fakt, ata e provuan fillimisht në vitin 2000, po, nga viti 2000 deri në 2008 që ishte Putin, sepse fillimisht ndeti 2 mandate dhe pastaj e la që të shikonte se si është lëvizje madhështore, lëvizje të mëdha
me të vërtet që të shkuptonte se si do të lëviznin gjërat, dhe la në vendin e tij Mendelejev, pra nga viti 2008 deri në 2012. Pastaj në 2012 e mori sërish dhe e ka ende sot në kontroll Rusin. Tani, pse po flasim për këtë? Sepse nëse nuk mund të vinte dot as një që ishte nga hiçi dhe të udhëzonte ose të udhëhiqte Rusin. Nuk mundej, është e pamundur. E njëjta gjë ndodh dhe në vendet më të vogla, në shtetet më të vogla. Pra, ky është mendimi im, normal që këto janë teori konspirative dhe ne do t'i trajtojmë si të tilla, por unë duhet të them këtë që nëse do ta shikojmë këtu, se këtu është icebergu, pra këtu shikojmë atë që është e dukshme për sa i përket Rusisë. Por po ta shikojmë thellë në vendet më të vogla, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malzi, Itali, Greqi, Francë, Gjermani, kudo që të shkoni, nga do që të shkoni, po ta shikoni janë të njëjtit. Të njëjtit janë këta politikanë që ju shihni aty, sepse fëmijët e tyre, kushërinjtë e tyre, mbesat e tyre, të gjithë janë aty që i shërbejnë njëri tjetrit dhe gjoja zihen me njëri tjetrin përpara publikut edhe bëjnë një show. Pra, nuk bëjnë gjë tjetër veç se një show që njerëzit të binden që ata po bëjnë diçka për popullin. Por të mbani mend që askush nga ata nuk bën dot asgjë. Janë vetëm pjesë të një sistemi që dikush tjetër pas tyre vendos. Sepse nëse do ta marrim hold, nëse është Putin ai që e zgjodhen. Po flasim për Putin tani. Nëse Putin e zgjodhen dhe e vendosën aty, sipas jush, Putin mund të bëjë ç'të doj? Nuk ma do mendja. Sepse ka dikush atje pas që ai duhet t'i japi llogari, ose duhet t'i thotë diçka. Sa do i fort jetë Putin, sa do i madh jetë, sa do pushtet ketë, ai gjithmonë do t'i japi llogari atij tjetrit. Ai që e vendosi, apo jo. Kështu që e njëjta gjë ndodh edhe në vendet më të vogla, me si mund të quhet, me simpatizant më të vegjël që gjenden në trojet më të vogla, por ndodh edhe e njëjta gjë. Po të shikoni të gjithë ata që gjenden aty përreth, të gjithë janë fëmijët e dikujt, të dikujt që ka qenë më përpara, dhe ata që ka qenë përpara ka qenë politikan të këtij sistemi që është tani ose ndoshta të komunizmit, pastaj etj kështu me radhë. Sepse askush nga këta nuk e lë postin, për më tepër janë të lidhur mes tyre. Dhe secili bën për njëri tjetrin. Sot rrezohet njëri, nesër rrezohet tjetri. Një gjë, për shembull, një gjë do t'i them. Nëse dikush nuk ka bërë një punë të mirë, më përpara, dhe vjen ky i riu, kushdo qoftë, pse nuk e fut në burg atë, t'i gjej, sepse ka mira gjëra që kanë vjedhur ata të parët dhe kanë vrarë, plaçkitur etj. Pse nuk i gjejnë? T'i gjejnë disa gjëra dhe t'i fusin në burg. Jo, sepse janë të lidhur mes njëri tjetrit. Pra ky është mendimi i disa konspiracionistëve, në këtë rast edhe ajo e Putin, dhe ajo që del pikërisht aty në filmin Il Mago del Cremlino, ose The Wizard of the Kremlin, del eksaktësisht që ju thash unë. Pra nuk është një teori, me sa e kuptova unë, konspirative, por ka diçka të vërtet brenda. Ju, çfarë mendimi keni për këtë? Pres komentet tuaja dhe ta diskutojmë. Natën e mirë, ju përqafoj.